Aksidentet rrugore, viktimat prej tyre nuk mungojnë çdo edicion lajmesh çdo ditë. Është një vërtet, është një përditshmëri tronditëse në vendin tonë dhe për të diskutuar për mundësitë për përmirësimin çfarë duhet të dim vetë si qytetar, çfarë duhet të dim vetë si shofer automjetesh që ngasim, si duhet të lexojmë sinjalistikën, si duhet të respektojmë dhe sa duhet na ndihmojë ajo. Kemi të ftuar në studio zotin Artur Sulçe, ekspert i sigurisë rrugore. Mirë se erdhët në studion tonë. Falenderoj shumë për pranimin tuaj. Mirë se u gjeta dhe faleminderit për ftesën. Sa janë të sigurta rrugët në Shqipëri? Për të kuptuar se sa janë të sigurt rrugët në Shqipëri, e para duhet bërë një auditim i thjeshtë ose një kontroll i thjeshtë, inspektim i thjeshtë në gjuhën popullore të cross-bordeve të kryesore, sikurse dhe rrugët urbane që ne ndeshemi për ditë. Në rast se do shikojmë cross-bordet kryesore të vendit tonë, të cilat janë rrugët nga Veriu në jug dhe rruga e Kukësit, që janë këto kryesoret, konstatojmë se nga qeveritë e mëparshme ose nga shteti është nisë një punë e mirë për t'i bërë këto cross-borde dhe për t'i bërë brenda standardeve në mënyrë që t'i japë mundësi ekonomisë impulse për të ecur përpara. Por konstatojmë me keqardhje që realisht kanë ngel në mes. Kjo punë e mirë është lënë në mes. Dhe përveç këtij elementi, aktorët kryesor, të cilët duhet i konstatojnë këto dhe duhet të kenë kujdes dhe të organizojnë punën e tyre në mënyrë që të ulin këtë ekspozim të përdoruesve të rrugës përballë këtij rrezikut artificial, për shkak se rrugët nuk janë mbaruar, duhet të jenë të kujdesshëm dhe të përgjegjshëm në mënyrë që të bëjnë atë punën e tyre tetor dhe të japin me artifica të vogla teknike të rregullojnë rrymat e trafikut, njëkohësisht të zvoglojnë sa më shumë ekspozimin e këtij rreziku artificial të përdoruesve të rrugës. Çfarë duhet të them me këtë rrezikun artificial që është rritur? Duke qenë rrugë të pambaruara, atëherë ne konstatojmë që ka pengesa në rrugë. Sepse rruga është e pambaruar, hyjnë këmbësor, mund të hyjnë kafsh, rrugat të jep perceptimin e parë, sikur është një rrugë si rruga Tiranë-Durrës, si ke shpejtësinë se me ato parametra po bë, sikur ti duhet të ecësh me shpejtësinë 90 apo 100 km, apo disa ecin dhe më shpejt, por ndërkohë në çdo moment mund të hasësh një pengesë. Pra mund të hasësh një grop. Po ka sinjalistik që njofton? Pra, dhe ne konstatojmë që këtë informacion duhet të japi sinjalistika vertikale në bazë të nenit 39 të kodit rrugor, ajo duhet të japi informacionin e dur për përdoruesit rrugës, për çdo pengesë që ai do ndeshet në rrugë. Dhe ky informacion që duhet të japi sinjalistika, në rastin tonë quhet sinjalistike përkohshme. Janë ato tabelat e verdha, e cila fillon nga atje ku rruga është e pambaruar, vendoset tabela e madhe që kjo është një rrugë në ndërtim dhe pastaj në varësi të VKM 277 e vitit 2010, që është manuali sinjalistikës, duhen vendos gjithë tabelat duke filluar nga jo kujdese ka punime dhe duke reduktuar të gjitha shpejtësitë përkatëse në varësi të rrezikut që ka kjo rrugë dhe pengesave të ndryshme që ka kjo rrugë. Në rast se ne do marrim një mini segment, një fragment vogël të segmentit nga Golemi deri në daljet Kavajës, ose deri në Rogozhin. Ne do shikojmë aty sepse ka shumë devijime, rrugë në një korsi, në një sens lëvizje, kalon sensin tjetër, dhe shikojmë edhe, po të shikosh dhe ky informacion, kjo sinjalistik, e cila duhet të bëj këtë devijim, ose që duhet njoftoj, të informoj të gjithë përdoruesit e rrugës, nuk është e plot, për mos thënë që mund të kalohet nga një shpejtësi 90 km direkt në një shpejtësi 20 km/h, gjë që është e pamundur dhe rrit në mënyrë artificiale potencialin e rrezikut. Pasi ne dim shumë mirë që shpejtësia është një element që tregon lëvizje në një mjeti dhe ka në vetvete një energji. Dhe ajo në rastin kur i deli pengesë, kjo energji që të shuhet do kthehet në gjurmë frenimi. Dhe sa më lart tjetë kjo, aq më e madhe është gjatësia e gjurmës frenimit, e cila sjell dhe atë rrezikun që mund t'ju kushtoj jetën këmbësorëve apo përdoruesve të tjerë të cilët ecin në norma brenda normales. Qartë. Duket sikur aksidentet më të mëdha janë në rrugët kombëtare, në akset kombëtare. Ne kemi parë kronika pafund që na vijnë dhe qytetarët thonë nuk kemi mbikalime. Ne kemi parë momente që
presin njerëzit të kalojnë makina me shpejtësi në autostradë, që të kalojnë, të ka përcej trafik ndarësen, të kalojnë në rrugën tjetër. Ne kemi parë furgona që ndalojnë në anë të autostradës për të zbritur dhe për të marrë. Si evitohet e gjithë kjo? Përveç sinjalistikës. Oke, ju kuptoj shumë mirë, pra në të gjitha ato mjete të cilat merren me transportin publik, duhet që të zbatojnë në mënyrë rigoroze atë kontratë për atë licencë që ata disponojnë. Në që kuptim do të them me këtë? Kushdo që merr një licencë për transportin publik është përcaktuar dhe origjina dhe destinacioni i tij. Dhe ai duhet ta zbatojë atë kontratë në mënyrë absolute. Pra, ai ka stacionin ku duhet i marrë këta persona, këta njerëz, këta pasagjerë, dhe ka stacionin destinacion, origjina destinacioni, dhe duhet i zbresin destinacion. Pra ti nuk i lejohet të ndaloj në rrugë për të marrë apo për të zbrisur pasagjerë. Këto vetëm në destinacionet për cilën ai ka licencën. Por ne ndodhem përballë fakteve informale që ne konstatojmë një fugona apo dhe autobus në rrugën interurbane kryesore Tiranë-Durrës që ato ndalojnë. Ndërkohë që aty shpejtësia është shumë e madhe dhe rreziku është shumë i madh, ato ndalojnë, bëjnë ndalimet mënjeshme apo futje të menjëhershme në rrugë masi kanë ndaluar, duke zbritur një pasagjer apo duke marrë një pasagjer. Këto janë burime shumë të rrezikshme dhe rritin potencialin e rrezikut në mënyrë eksponenciale. Pra, e sjellin të gjithë këta njerëz që janë duke udhëtuar me këto mjete transporti publik, i vënë përballë një rreziku eminent dhe mund të sjellin edhe ndoshta pasoja për jetën e tyre. Pasi, jo më kot, në këtë kategori rrugë që ju përmendët, Tiranë-Durrës, për të hyrë nga një rrugë dytësore, për të hyrë te kjo, vendoset nga projektuesi një korsi për shpejtimi, e cila, me qenë se shpejtësia është 90 km/h, përcaktuar, kjo është minimale 100 metra, pra në mënyrë që mjeti të marrë këtë shpejtësi. Atëherë, një që niset nga vendi do të paktën 7 deri në 8 sekonda për të kapur këtë shpejtësi. Atëherë, mjeti që vjen na pas, duke se nuk shtrohet më problemi i distancës sigurisë, por kjo quhet futja në fluksin e qarkullimit dhe ky kthehet në një rrezik eminent për mjetet që qarkullojnë. Por zakonisht kemi parë edhe në rrugën e Fierit, nuk jam tani shumë e saktë për sa i përket aksit rrugor kombëtar, aksidente të shumta, njerëzit kalojnë nuk kanë mbikalime, nënkalimet janë mbushur me ujë. Për shembull, kemi dhe situata të tilla. Në rrugën e nga Lusja në Fier, që është prapë një kryesbordë kryesor, ne konstatojmë që janë 3 kryqëzime në nivel, kemi dhe një devijim të aksit kryesor të saj në rreth rrotullimin e kolonjës, që këto në ana teknike nuk janë ato zgjidhje teknike të dura, po mund të jenë të sforcuara nga personat të cilët e kanë bërë këtë projektim ose këtë devijim. Është një çështje që është diskutuar shumë herë dhe në mjedje, por ajo që tani ka më shumë rëndësi aty janë ato 3 kryqëzimet në nivel, për cilat mbikalimet që ishin bërë gati në projektim janë 200 deri 500 metra larg nga vendi ku duhet të ishin. Pra janë gabime të projektimit dhe normalisht ne shikojmë tani që kemi 3 kryqëzime në nivel. Dhe ato që janë Çfarë do të thotë kjo pak më konkretisht? Njerëzit nuk i kuptojnë. Kryqëzime në nivel ne kemi te pushimi i shoferit, kemi ndërprerjen e kësaj rruge magjistralit kryesor me degëzimin, me hyrjen që vinë nga 2 fshatrat, qoftë në veriut, qoftë në anë e jugut aty. Dhe vetëm është mjaftuar me reduktimin e shpejtësisë nga 90 në 60 km/h, mirë po dikush që e bën për herë të parë këtë, sepse aty para se të vishte këto pika, ke dhe mbikalim për këmbësorët. Dhe ai kur shikon mbikalimin e këmbësorët nuk mendon ai që bën për herë të parë që aty mund të ketë kryqëzim që mund të kalojnë dhe mjetet, që tuli shpejtësinë. Pra ecën, pra sepse dhe në vetvete sinjalistika në vendin tonë e përhershmja apo e përkohshmja nuk është e plot dhe nuk është e besueshme në informacionin që jep dhe njerëzit nuk besojnë. Edhe kur e shikojnë sinjalistikë kjo s'do ketë gjë, po ka ngelur, sepse kur është duke u punuar në një rrugë, po të shikojmë nga pabërgjeshmëria atyre që punojnë, gërshetohet sinjalistika e përhershme me të përkohshme, gjatë të cilat ato nuk jetojnë së bashku.
Në momente që mbaron punimi, me njëherë që të përkohshme vendoset e përhershmja, ose kur është duke u punuar vendoset e përkohshmja dhe mbulohet e përhershmja, për aq kohë sa është në proces e punë. Dhe po të shikojmë në këto tre ndërprerje, që njëra është në Këmishtaj, tjetra është afër Fierit dhe një është diçka më larg, ne aty ka shumë aksidente realisht, sepse edhe pozicionet që vinë nga dy rrugët sekondare janë me mbingritje që nuk i jep mundësi shumë dhe drejtuesve dhe të tjerëve për ta kontrolluar, për ta përshkruar në kohën e dur, dhe duke ditur që pagesa, limiti i përgjegjësisë për një person i cili humbi jetën është rreth 20 milion lekë të reja, atëherë kaq mund të ishte edhe ky mbikalim që mund të bësh. Aty ne kemi më shumë se sa humbje jetet e një personi, atëherë prishet ajo që është lënë atje, sepse ajo nuk do funksionoj, është bërë gabim, është bërë, pra duhet jemi më të përgjegjshëm dhe në projektime, sepse kur është vendosur, nuk e ka vendosur aty ku duhesh, por ka vendosur 300 metra. Një ngjarje ku jemi fokusuar 3 ditë e fundit natyrisht është aksidenti i deputetit Partisë Demokratike zotit Oldashi. Nuk është thënë fjala e fundit, po punojnë ekspertët, ka shumë informacion në media, por unë do t'ju pyes ju si specialist, sinjalistika do të ndihmonte në shmangjen e këtij aksidenti? Ashtu siç kam parë në medje, biles atë ditë rreth orës 7 unë kam qenë në dalje të tunelit dhe kam qenë duke ardhur nga Elbasani për në Tiranë bashkë me kolegë dhe shokun tim. Ka qenë një ditë me shi, realisht, dhe zymt, pus, errësirë, sa ajo rrugë nuk ka ndërçim, realisht, dhe në vendin, siç pash edhe në për gazeta dhe në media, në vendin ku ka ndodhur aksidenti, nuk konstatohet gardrel ose gardhi metalik, që duhet të jetë anash. Që duhet të jetë anash, si mbrojtëse, si elementi sigurisë rrugore, po në televizioni kam parë që ka vetëm një delinator që është godit në makina momentin që ka dalë jashtë rrugës. Ka një sigur kilometrazhi i cili... Jo, është delinator, ishte plastik për të treguar që thotë që rruga është e tillë. Pra, për të treguar element që deri këtu është kufiri i rrugës. Pra, në këtë parim, kurse në rast se aty do të ishte gardreli, sepse ka një normë të Komitetit Evropian, që në rast se thellësia e shpatit nga rruga në Karaxhadia është më e thellë se 10 metër, atëherë duhet vendos gardreli dhe gardreli vendoset njësoj si gardreli të ura, që mund të jetë deri në 1.5 metër. Kurse aty ne nuk kishim gardrel fare, mjafton të ishte dhe ai në nivelin e 75 cm dhe do ta kthente, sepse mjeti derisa përfundoi rreth 15 metër, siç kam dëgjuar, se nuk di, s'kam lexuar si dokument, do të thotë që nuk ka qenë me shpejtësi të madhe. Për shpejtësia e tij ka qenë brenda atyre kufive për të cilët është lejuar në këtë segment rrugor dhe që ka kufizime që janë vendosur në agenti pronar, por mungesa e këtij gardreli, këtij elementi të sigurisë rrugore, ndoshta në pengesë natësh mund të dalë një kafshë, një element tjetër se zonë fshati është. Dhe në tendencën për të shmangur atë kontakt dhe duke qenë dhe moti lagësht edhe shi shumë që po binte atë ditë, mund të ketë bërë daljen, por në rast se do kishim këtë element sigurisë rrugore, atëherë kemi të bindur që do kthehesh përsëri në rrugë, se shpejtësia nuk mendoj unë që s'ka qenë e lartë duke parë në televizioni dhe shkallën e dëmtimit të mjetit. Si është reagimi i emergjencave në rast të aksidentesh? Unë do bëja një historik vogël për emergjencat që kanë lindur botë, për të kaluar se ku jemi ne sot në vendin tonë. Gjithmonë më falë duke ju referuar rastit fatkeq të zotit Oldashi, sepse flitet që policia ardhi shpejt, paktën dëshmitarët në vend ngjarje, i referohem në intervistave në media, ndërsa për sa i përket ndihmës së shpejtë është dashur goxha kohë për të ardhur. Atëherë, unë thashë do nis pak me historikun, që në kohë të lashta, Omeri, kur ata njerëzit shkonin në luftë, Omeri përshkrua në veprat e veta që pajishin me disa mjete, si më thënë, të kutis shpejt, një pjesë e përcaktuar në mënyrë që ndërhyrin për luftëtarët për t'i ndihmuar ata në plagët që merrnin. Kompanitë e para të ndërhyrjes të emergjencave janë krijuar në Hollandë dhe Gjermani rreth 1767-1769 dhe më pas janë perfeksionuar që kanë ecur dhe janë në nivele të jashtëzakonshme, ku ndërhyrjet e tyre për të shpëtuar një njeri të plagosur
është brenda 20 limitet e tyre 20 deri në 40 minuta në mënyrë të tillë që po të arrijnë brenda kësaj kohe ata kanë mundësinë që me përqind probabilitet lartë për shpëtuar jetën e të dëmtuarit, sepse mjekësia dhe teknologjia ka ecur shumë përpara. Në vendin tonë, këto element mungojnë. Unë kam qenë dhe jashtë, dhe rastësisht kam qenë të një qendër e Anasit në Itali, jo rastësisht po të ftuar kemi qenë në një grup, dhe kemi parë që aty ishte ndihma e shpejtë, ishte policia rrugore, dhe përveç policisë rrugore ishte dhe firma që e kishë marrë me koncesion autostradën, dhe aty ishin të gjithë, se aty janë me kamera, të gjithë ishte sala e kamera dhe ishin së bashku. Sala operative, dhe për çdo moment që ndodhte një aksident, ato shkonin të tre së bashku. Sepse në borë ishin të treja makinat, llojt e makinave, policia, mjekësia, kurse tek ne nuk funksionon fare. Ne e shikojmë se sa urgjenca vjen në spital ushtarak dhe e kemi vështirësi, por ne shikojmë dhe këtë elementin tjetër që për sa vajti këtu në këtë rast. Pam rastin tjetër kur autobusin i marë, e pa mënyrën e ndërhyrjes. Pra, në këtë parim, nuk kemi njerëz të kualifikuar dhe posaçërisht për këtë punë, sepse mund të shpëtonin jetë njerëzish. Dhe kemi parë dhe rastet të tjera që i ka shpëtuar Zoti, se ndihma ka vajtë me vonesë, edhe ju televizionat i keni dhënë, kur dy policë merrnin një që mund të shkaktonin dhe dëme. Duan të ndihmojnë dhe psojnë trauma, shkaktojnë trauma më shumë. Pra, ky është motivi. Pra, në këtë parim, kjo e emergjencës në vendin tonë është shumë mbrapa, lë shumë për dëshiruar dhe unë mund të them që shumë jetë në këto plagosje, për shembull ka raste kur në për aksidente njerëzit ose posagerët që udhëtojnë në makina bien në kanale të cilat shërbejnë për drenazhimin e rrugës, por ndërkohë dhe ato kanale realisht ka standard që skrapati tyre tjetë në mënyrë të tillë që ta bëj sa më të butë rënien e mjetit dhe mos shkaktoj dëmtime të mëdha. Ato janë me ujë që nuk e drenazhojnë ujin, se ndoshta ky është sistemi ose projektimi tyre, dhe kanë arritur prej ujit të pistë ata të mbyten që kalon në mushkëri. Pra duke mos u dhënë kjo ndihmë brenda atyre kohëve, ky ka qenë një rast i tillë, ka qenë afërsisht dhe zonja Ndjespas Trashani, e cila psoi një aksident. Ruçi, po. Unë ju falenderoj shumë zoti Artur, sepse ne mund të flasim pa fund për këtë temë. Është një temë shumë e ndjeshme, është një temë që hyn në çdo shtëpi shqiptare, në të tërë nga si makina, tjeta është bërë e tillë dhe ndoshta përveç edukimit që ne i themi gjithmonë që vetë shoferët duhet të dinë, duhet marrin patentat në mënyrë korrekte, sinjalistika duhet të jetë shumë dhe shumë më ndihmuese, mendoj, apo jo? Pa diskutim, nëse në botë aksidentet që vinë prej sinjalistikës janë rreth 20%, ajo që ne përshkruam pak parë së bashku e bën që këtu tek ne mos jetë 20, siç është në gjithë botën, po të jetë 50 apo 70%, sepse tre komponent janë të cilët ndikojnë në ardhin e një aksidentit, është mjeti, është rruga dhe është njeriu. Në botë 70% zë njeriu në ardhin e aksidentit dhe pastaj 30% janë këto dy faktorët e tjerë. Kurse këtu tek ne është dhe ky element dhe kjo është një varësi funksionale që po t'i konstatojmë të treja këtu dhe të shikojmë me kujdes, do të shikojmë që po thuajse kjo e njeriu, së bashku me sinjalistikën të dyja ndikojnë jashmase. Dhe e keqja më e madhe është që aktorët në vendin tonë, në këto 23 vjet, në këtë zhvillim të vrullshëm të vendit tonë, gjithmonë aksidentin e kanë parë realisht si një statistikë. Njësoj si në vendet në zhvillim dhe në vendet e pazhvilluara, jo si shifet në komunitetin europian, sepse për 2012-ën, në gjithë vendet e komunitetit europian ka pas ulje të numrit të aksidenteve për vit. Ka qenë rreth 4.2% duket në rang Europe. Kurse ne kemi ngritje, atëherë çfarë do të thotë që realisht shikohet vetëm si statistikë, se ne kemi probleme tjera ekonomike dhe realisht nuk shikohet me atë syrin që e duhur, sepse harrojnë që në këtë rrjet rrugor lëvizin të gjithë, edhe politikani, edhe qytetari dhe gjitha më radhë, kështu që do të vi radha nesër atyre të përfshihen në këtë trafik dhe në këtë aksident. Është pa diskutim është një temë, siç e thash ju, në çdo familje shqiptare dhe është një temë që pavarësisht gjithë vështirësive ekonomike që kemi,
është ajo që merr jetë njerëzit. Çdo ditë, siç e thash, ne japim lajme në edicionet tona të trishtuara për njerëz që humbasin jetën vetëm nga aksidentet rrugore. Unë ju falenderoj shumë për gjithë informacionin dhe gjithë opinionet tuaja. Jeni mirëpritur gjithmonë studion e ABC News. Ishim me zotin Artur Sulçe, ekspert i sigurisë rrugore.